na ka detyru ne si deputet me votu Tribunalin Special. Ne kemi alarmu si Gazet Express, kemi raportu që po dojnë me prish në kundërshtim me vullnetin. Unë nuk po besoj që është në pyetje si pikë parë. Pra tha që unë mendoj, pa marrë parasysh për çka duhet përballet me drejtësinë atje. Pra pse ekziston Tribunali Special sot, është merit kryekput e Zotit Thaçi. Jo merit e veprave të tij në luftë, po merit e mos zgjuarësisë tij politike kur ka vendosur kundërshtuar këtë në momentin e caktuar. Jo me kundërshtuar, ai na ka detyru ne si deputet me votu Tribunalin Special. Nuk kam qenë deputet. Pra në mbledhjen e grupit parlamentar, Zoti Thaçi ka qenë kryeministër, shkëndemi gjitha mbledhjet i kemi marrë bashkë me të, ka qenë një sistem ngulmi i tij disa mujor për me votu Tribunalin Special. Për çka? Ka qenë interesimi jonë, sepse kërkush me dy parë mend në kokë nuk do të insistonte me themelu një tribunal për UÇK-n diku në Hag, sepse ishte një njollosje. Mirë, po insistimi i tij ishte aq i madh, ne thamë, okay, s'po ta prishim shefin, po ka mundësi që ti mundesh më konë subjekti atje. Sidoqoftë, u bë Tribunali Special, pastaj para 2 viteve ka qenë një tentativë me prish Tribunalin Special. Pra u patën mbledh krerët e UÇK-s, edhe një natë të bukur, dimrit, thanë pe prishim. Ne kemi alarmu si Gazet Express, kemi raportu që po dojnë me prish në kundërshtim me vullnetin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ne s'kishim kurrë kundër. Pra, nëse Bashkimi Evropian, Shteti Bashkuar të Amerikës thonë, okay, pe zhbejmë gjykatën speciale, mirë po duhet me adresu krimet në Kosovë, unë do të isha në favor të kësaj. Pra, sepse nuk e mendoj, Vučić ka qenë ministri i Miloševićit.